dita ime fillon me këtë çaj bimor, që përdoret i ftohtë ose i ngrohtë, që përmban ekstrakt çaj jeshil, ekstrakt çaj të zi, ekstrakt nga lulet e hibiskusit, farat e kardamomit dhe në çdo gotë ndjek 80 kalori, bën zgjimin e metabolizmit, ke energji gjatë gjithë ditës, e pak më parë se të provonja këtë produkt magjik për mua më duheshin 4 kafe në ditë që të kisha energjinë e duhur gjatë ditës. Kjo mua më ka shpëtuar. E dini pse? Sepse si që përshkrova, që unë kam energjinë gjatë gjithë ditës, shkarkoj ujërat që mban organizmi, ndjek 80 kalori në çdo gotë dhe kam shpëtuar edhe nga kafet, që donja 12 euro kafe në ditë, sepse ka kafeinë naturale, më përmbush me kafeinën që është e nevojshme për energjinë dhe mbi të gjitha është bimore, gjë që neve nuk i grumullojmë dot. Ekstraktin e çajit jeshil, ekstraktin e çajit të zi, ekstraktin nga lulet e hibiskusit, farat e kardamomit, e duhet të pish 10 çajra në ditë që të grumullosh këto bimët natyrale që ndihmojnë shumë në organizmin dhe në jetën tonë të përditshme. Kështu që juve, po, ju them dhe ju pres përgjigjen. Çfarë do preferonit? Të merrni një çaj që do kaloni gjithë muajin, apo të merrni çdo ditë 4 kafe, apo 3, apo varet, se kur punon shumë orë, normale që të duhet energji. Apo këtë çaj magjik. Pres përgjigjen tuaj. Juve çfarë do preferonit? Dhe në qoftë se mendojeni mirë se po vjen behari, po vjen plazhi, duhet ai barku i fryr të eliminohet, të kemi energjinë, sepse punim shumë orë. Unë ju përqafoj të gjithave, ju falenderoj shumë nga zemra për mbështetjen tuaj dhe pres përgjigjen. Një ditë të mbar ju uroj.